hap dokumentacion e Osmanit regjistra, kur shoh pikërisht në këtë fushë ndodhi një kasaba me emrin Shëngjin. Si? Shëngjin. Shëngjin. Ku ishte Shëngjini? Pikërisht ke fusha e aviacionit. Që është Shëngjin? Shëngjin, afër mozaikut të Tiranës, mu te vila. Te vila. Dhe aty vendasi thoshin 4 burimet e Shëngjinit. Po pra se këtë do thosh aty ka qenë burimet. Burimet. Ku kanë qenë fiks burimet? Te fusha e aviacionit, ku është fakulteti i ndërtimit sot? Te inxhinieria e ndërtimit. Inxhinieria e ndërtimit dhe burimet. Skulpturës, po. Katër burime e Shëngjinit. Ua, u zhduk në të pse s'ka ujë tani. Prit. Ai ishte burimi i jetës. Aty ka pasur, ka qenë vila, ka qenë mozaiku, ka qenë dhe kisha e vjetër katolike. Ka qenë dhe kishët. Dhe rreth e rrotull shtëpit. Ka pasur dhe një peshore publike në kohën osmane dhe para osmane. A që është qytet kjo? Ka pasur një treg. Po ishte pasur treg, pasaj hedh poshtë komplet pasaj. Me status. Në cilin vit? Në 1000, shiko. 1580. 1580 kjo? Po. Shëngjini dhe më përpara në gjatë sulmeve për kryen. Shëngjin, jo shën. Ajo është. Pa ajo është. Po pse kemi 2 edhe Shëngjini, ku është Shëngjini sot? Prit. Shëngjini atyshëm, se ka dhe Shëngjin prapa thajtit. Shëngjini masës dhe Shëngjini vogël. Shëngjin, 2 fshatra me emrin Shëngjin. Shëngjini masës dhe Shëngjini vogël. Dhe, pra, bëhet fjalë për një fendbanim. Derisa kishte dhe varreza të vjetra. Po varreza pasaj e çon. Unë kam folur me banor autokton Tiranës të zonës, sepse i kam gjurmuar me hapa. Dhe kam folur dhe me ata dhe më thoshin, deri vonë fusha aviacionit nxirrte sipër eshtra. Dhe italianët deri në vitin 1929 e kishin ndaluar gërmimet dhe ndërtimet në atë zonë. E quanin zonë historike. Po pastaj pse u bën ndërtimet? Se aty u bë aerodromi, aty u bë aeroporti. Më poshtë. Është më poshtë, po, fusha. E kishin në hartat e Firences, ato ishin të mbyllura. Dhe pastaj thash, kjo vilë këtu si e ka funksionin? Nga qytet vare. Vilat e mozaiku ke fjalë. Vilat e mozaiku. Ajo ishte fillesa. Dhe qyteti nga vare i kjo vilë ishte Zgërdheshi në këmbë të Krujës. Zgërdheshi është afër Krujës? Në këmbë të malit Krujës. Si për shkruja, ai është poshtë. Kur shkon për në Krujë, para se të fillosh ngjitjen në krahun e djathtë, Albanopolisi. Po, Albanopolis. Nga ajo që ne quhemi Alban, Albania. Pikërisht. Dhe unë mora të gjithë literaturën dhe gërmimet që janë bërë nga arkeologë shqiptarë dhe të huaj, dhe u përpoqa të lexoj çka poshtë tokës për këtë rajon. Po? Ato që nuk dukesh. Dhe çfarë rezultoi? Dhe rezultojnë që kemi një fazë të parë qytetare urbane që lidhet me qytetin i lirë të Zgërdheshit. 1000 nga shekulli 4-5 para erëson. Do të 400 sa Berati afërsisht. Nuk i ka para erëson, se para erëson. 2500 vjet. Do të thoni bie, 2500 vjet para ose 500 vjet para lindjes së Krishtit. Edhe emri Zgërdhesh vjen nga skuro. Në latinisht do thot sëpat. Sëpat, skur. Por aty kishte 2 gjëra. Po do të thënë edhe një herë për ata që na ndjekin, themi, do të thënë qytetërimi i parë është në Zgërdhesh, në Zgërdhesh të Krujës. Po pse i quhen Tiranë atë? Prit. Është jeta e tretë ajo e Tiranës, prandaj quhet 3 jetët e një qyteti. Jeta e parë është Zgërdheshi. Do të në Krujë. Albanopolis. Po bio pse i quhen Tiranë? Prit. S'kemi ardhur aty. Kur vjen puna, vin dyndjet. Ky është një qytet i vogël, i rëndësishëm, me shtrirje që kontaktet i ka pasur deri në Shkup. Se në një mbishkrim që është gjetur në afërsi të Shkupit, citohet emri i Albanopolisit dhe një vajzë që është martuar atje, që ka qenë nga Zgërdheshi, një princesë, etj. Dhe kur vin dyndjet, për të gjetur strehim, u ngjitën në përkalat që ka rreth e rrotull midis tyre edhe fetreta. Por vendbanimi më i rregullt, dhe thot Marin Barleti. Marin Barleti ka një thënie lapidare. Qyteti më i rëndësishëm i ndërtuar nga shqiptarët
për kohë lufte dhe paqeje, Kush është? Kruja. Kruja. Dhe ata është parë cili vend ishte i përshtatshëm për të garantuar vazhdimsinë e jetës, dhe në Kruj ka një gojdhën, një fjali që unë e kam qëmtuar nga kontaktet atjeshme, u ngritën gurët e Zgërdheshit dhe zunë vend në Kruj. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Është në libër. Po mirë, prap tani lidhja me Tiranën. Prit. Se është shumë larg. Prit, jo, nuk është larg. Sepse këto fushën kishin. Këto fushën e kishin që ju ushqente. Fushë e Tiranës i ushqente dhe vila ishte zgjatim i. Tani, gjatë rezistencës së Skënderbeut, kasabaja e Shëngjinit në regjistrimet osmane rezulton me emrin fshati Varrez. Për shkak të varrezave që thot. Varrezave dhe ka qenë vend fushimi dhe luftimesh. Prandaj u shndruan në Varrez. Dhe gjatë shekullit të 16 e rimori vetëm po me emrin Shëngjin. Po si u shtu ky emër? Prit, Tiranë kishte 2 fshatra të tjera në fush. Një Rëzdajti, Tirana e vogël, me dalje në rrugën e Dibrës, me rrugën e Armit. Tiranë e vogël quhet. Tiranë e vogël. Dhe një diku aty te Medresja çka ka qenë ai fshati aty? Ajo është mbrapa medreses, fakulteti. Kjo quhet Tiranë e vogël? Tiranë e vogël te gropa Alliasit. Se ç'kishte edhe një emër tjetër. Jo, Tirana e vogël. Kjo është zhdukur ajo. Tirana e madhe. Bargjin? Jo, Tirana e madhe është në krahun tjetër. Po. Edhe i ndante Lana në mes. Po mirë, më fal, përpara se të vim këtu, tani te libri i Kristofrashit për Tiranën, ka shkruar që janë gjetur dhe mbetjet të ushtrisë romake të Cezarit. Shiko, që të gjenden nga periudha romake nuk është çudi, nuk jam i sigurt se është periudha, sepse jo, ka shkruar profesor. Dakord jam. Kristofrash. Dakord. Puna e Jules Cezarit ardhe dhe ajo thuhem prapë me. Që do të thotë që ai stacionuar aty, kjo është ideja. Pikërisht. Unë personalisht nuk jam i sigurt 100%. E ke lexuar besoj? Po, patjetër. Problemi është që kjo fush ka qenë shumë e rëndësishme. Këtë dua të them dhe me burime të pashteshme uji. Po mi kush ai uji tani që thotë 4 burime te fakulteti i janë tharë ato, por toponimia burimet nuk tha. Nga gërmimet dhe nga ndërtimet. Nga ndërtimet pa lej. Dhe ndërtimet me lej. Dhe me lej. Po të ishim të vetëdijshëm ne si qytetar dhe për këtë thellësi historike që ka kjo pjesë e Shqipërisë, e gjithë zona atje nuk duhet lejuar që të ndërtohet. Sepse shikoni si ka mbetur pjesa e mozaikut e rrethuar nga pallate atje. Unë jam i sigurt se edhe vitet 70. Nga vitet 70, ajo zonë duhej rrethuar dhe duhej konservuar. Madje më kujtohet edhe në vitet 80 janë bërë pallate aty. Pikërisht. Kujtohet besoj. Pikërisht janë me tulla silikate. Me silikate dhe kështu. Ajo pjesë. Me punë vullnetare që punë. Se ato janë disa vitet 70, por edhe vitet 80, më mbaj mend shumë mirë. Dhe kjo madje edhe kur është hapur Unaza, më kanë thënë disa pranor janë gjetur mbetje historike. Ajo rruga përpara fakultetit të ndërtimit. Pra, është shumë e thellë kjo punë. Dhe Kruja pastaj mori ata autoritet që mori si qytet, me Skurrajt dhe më pas me Skënderbeun që arriti tani, do të thënë, ne duhet ta heqim tani vitin 1614? Jo, ajo është Tirana e tretë. Tirana e tretë, Tirana moderne të them. Do të thënë Tirana e parë ishte ajo e Romës? E dyta e Mesjetës? E shqiptarëve, e Mesjetës, Kruja. Zgërdheshi? Jo, Zgërdheshi e para, Albanopolis është, po. E dyta është Kruja. Pastaj vim ke Tirana, që është e treta. Ai që shkruan sot historinë e Tiranës 1614 ja fut kot. Jo ja fut kot. E ka nisur vonë. E ka nisur vonë, por është etapa e tretë e historisë. Si themi ne gazetarët, ka shkuar vonë në vendngjarje. Ka shkuar vonë. Është ndërtimi i xhamisë së vjetër. Po. Dhe i atyre objekteve që ti i përmende fakt më parë, janë nukli urban i periudhës së I kam disa foto,